kjo temë zoti Berisha, të paktën ashtu sikurse thon artikujt e mediave gjermane, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka ftuar Zelenskin që t'i bashkohet nismës së tij me Edi Ramën për një antarësim pa të drejta të plota në Bashkimin Evropian. Si e komentoni këtë? Sot në Bashkimin Evropian ka një debat dhe një problem real madhor për çështjen e antarësimit të Ukrainës në Bashkimin Evropian. Qëndrimet janë nga kërkesa e Kievit për antarësim të plot tek propozimet e bëra nga kancelari Merz, i cili propozoi fillimisht në rast se, jam tamam i sakt, propozoi për Kievin, për Ukrainën, statusin e një vendit të asociuar. Nuk ekziston kjo në traktate, por ekspertët ligjor nuk e quajtën të pamundur. Statusin e një vendit të asociuar me një seri të drejtash të garantuara, qoftë në komisioner, qoftë në vendimarrje etj. Por në këtë propozim, kancelari Merz propozoi një status më të pakt, jemi realist, për Shqipërinë dhe Serbinë, të cilat mund të kishin statusin e vëzhguesit, observer, në të cilin përsëri këtyre vendeve u njihen disa të drejta më shumë nga këto që kanë tani, por vëzhgues dhe sipas rregullit, ato nga vëzhgues do të kalojnë në asocim, nga asocim në antarësim të plot. Të gjitha këto, të gjithë të sipar, jemi realist, e hapen patroni dhe argati i tij, Vučići dhe Rama, me një letër që publikuan në gazetën më të madhe gjermane, ku ata, pa pyetur kombet e tyre, si diktator autokrat të korruptuar, kërkonin që nuk kemi nevojë për veto, nuk kemi nevojë për komisioner, nuk kemi nevojë këto, po vetëm na jepni këtu tregtin, mos gaboj, tregtin e lirë dhe lvizjen e lirë, tamam. Po. Gjë e cila ishte një propozim në vlerësimin tim i bërë thuhet me një farë konsenti nga një vend tjetër, por pas një konsultim me asnjë institucion në mënyrën më autokratike. Këta që bën këtë propozim, ta treguan fytyrën e vet si diktator autokrat që shpyesin për vullnetin e qytetarëve të tyre. Por, ky propozim nuk u hodh në kosh. Ky propozim në një mënyrë jo si të propozuar nga këta, por për shkak të problemeve të mëdha që Shqipëria dhe Serbia kanë me shtetin ligjor,
me korrupsionin dhe lidhjet e krimit, atëherë është thënë që këta mund të kenë status vëzhgues, observer. Më vonë, kancelari Merz dhe presidenti Macron bën një letër drejtuar vendeve tjera anëtare, sepse duhet një miratim i gjerë për këtë dhe duhet që ekspertët ligjor të gjejnë hapësirat në traktate. Hapësirat ligjore brenda traktatit të Lisbonës e traktateve që mbi cilat bazohet i fundit bazohet Bashkimi Evropian. Nuk e di, nuk kam dieni se ku janë këto. Ndërsa kërkesa e Vučićit që Zelenski të barazohet me Serbinë, shqesharakë, sepse Serbia faktikisht ka një pozicion, Ukraina ka një pozicion më të fortë se Serbia në këtë aspekt. Kjo është. Dhe nuk besoj që të ketë shpreh ndonjë simpati ose ndonjë miratim për këtë propozim.